Njëherë brenda vitit. Të na ndodhin shumë fenomene interesante. Jo në politikë. Kjo çështje politike me interes sportiv. Kjo çështje politike me interes sportiv. Mesin të sportit, zoti me profesor i fizikës. Gojle mëski, unë asë një moment nuk dalë për sport, do vishë në sport të rritë. Okej, diskutime, Më së mërzete për atë. Jesh më së mërzete për atë. O, zgjatë se s'ko kur gjak, keni lojme më shkoj. Qëre, për shembull, drita, te rosti i dritës, për shembull. Jo që e kemi valonin këto, po tash, po na i ban një përfaqësim dinjitoz në arenën ndërkombëtare. Komplet shtetit. Tash. Si që ka bu drita, shtetin komplet. Po drita përfaqëson shtetin. Ja. Shtetin e Gora, edhe në gora, drita ose cili do ekip që del nga Superliga e Kosovës. Po drita se përfaqëson Prishtinën. As balkonin. Kosovën e përfaqëson. Po jo, po nuk është ashtu. Po thotë ju, ti po vendos ashtu. Ti pjesë pikën. Kanë ka përfaqësu Prishtina do kemi lut ajo Prishtina. Jo, gabim. Prishtina. Gabim je. Po nej, se çfarë tash nuk ka. Po ti mos u pajton. Balkoni ka 100 pjesë, gara evropiane ka përfaqësu vetën. Balkoni. Dëgjoj. Vetës ja ka arritur ratingun, a neve na ka përfaqësu futbollin kosovar. Jo, këtu është gabimi edhe i përgjithshëm. Sepse krejt mendojnë që kur del përfaqëson një tifos Prishtinës. Prete se do të mund tani atje me bën debat. Po do shtojnë këto klube të tjera me personal. Jo. Cili do klub që del në arenën ndërkombëtare është e përfaqësu Kosovën, është fytyra e Kosovës. Sepse qyteti ban pjesë në Republikën e Kosovës. Apo kuptat? Kjo është një argument i pardhueshëm që thonë ju i di. Argument i pardhueshëm. Sepse Gjiloni është pjesë e Kosovës. Apo kuptat? Është qytet i Kosovës. E ti s'mundesh me thonë pe përfaqëson Gjiloni. Po i kujton po. Normalisht po. Mos u përfaqëson drita. Ti s'përfaqëson se ai je kosovar ti. Ai je shqiptar. Kosovar jam. Ai je kosovar. Po. Ani çu s'përfaqëson ty? Kosovar se drita vetëm vetën drita. Ku është Gjiloni? Ku Ku është Gjiloni? Ku është Gjiloni? Shko pyetje një skilltar si tash, a përfaqëson dritën në Evropë? Pyetje një pak patrosha. Nëse je fans që në vitin e ardhshëm për shembull me shku 4 ekipe të Maqedonisë ose të Malizi apo të Kosovës. Cila është interes kombëtar. Kjo është interes kombëtar. Kjo është interes kombëtar. Kjo është interes kombëtar o Valiant që të folë. Dikush do të luftu për interes kombëtar. Jo, unë po duam ja letu. Unë po duam ja, çish e përfaqëson ti nivelin e grupacioneve caktuar, pas një diskutim që janë grupacione që e bëjnë edhe më të bukur këtë farë pjesë. Rivalitet, në nivelin nacional. A ki çeftimi po 4 ekipe do të tas buk ty pak. Unë po duam ja limu pak. Pika të rating. Po dhe çto sa në përmes klubeve. Po. Po drita bashkisht krejtësoj se mund të qenë në UEFA. Jo shteti në UEFA, kuptoni që Jo çfarë. federata, klubet. Po, qysh ato janë në umbrell të federatës, më klubet janë në umbrell të federatës. Që e përfaqëson shtetin, që ajo zoti i shtëpisë, apo kupton? Ti e përfaqëson shtëpinë tonë këtu, apo kupton? Që po më ta thjeshtu. Po unë po duam ta letu ti pak, me ta zbut pak këtë gabim, se ti bën një gabim, po nëse ajo është bindje jote personale. Tash, që ti përmendë skifterat, shumë mirë i përmendë, për